Sa inspironi ndoshta prej energjisë të mirë? Po tash po flitet shumë për energjitë. Shumë e vërtet. Unë nuk du të bëhem pjesë e saj, por sigurisht i besoj asaj. I besoj për shkak se tash të gjithë njerëzit janë bërë më të mençur, të gjithë është gjë shumë e bukur, të gjithë kanë dëshirë të komunikojnë dhe të rinë me njerëz pozitiv. Kështu që edhe unë në ato ujra jam, mundohem të kujdesem për mos me nejt në përflukse problemesh, në për njerëz problematik, sigurisht i respektojmë dhe i kuptojmë, por e ruajmë veten për mos me rapre e asaj energjie. Për veten time e di që pozitiv jam, e jam e sigurt për këtë. Po, mundohem të shoh jetën pak më gjerë. Jeti ndoshta edhe me studenta që punojnë? Si ma bëre pyetjen? E kom fjalën ndoshta si tash na e dim që edhe profesoresh edhe ndoshta shpesh herë s'po them që e paragjykojmë, po kemi qef ndoshta jemi shumë kurioz me ditë për raportin e një profesoresh ndoshta me nxënësat e saj në tërësi, kështu po them e mban këtë raport, mundosh ndoshta me qenë pozitiviteti ai që të karakterizon edhe në raport me ta? Po, edhe kam raporte shumë të mira me studentët, edhe tani që erdha kisha mësim ligjërata deri në orën 4:45, kalum një 3 orësh ligjërata shumë bukur, me punime, me diskutime, me zhvillimin e mendimit kritik, lidhje me punën, lidhje me filozofin, lexuam disa poezi si inspirim, që ka një filozofi të vetën dhe lidhja e filozofisë me artin. Kam marrëdhënie shumë të mira, po mund t'i pyesni dhe ata.